që parë kam ardhur nga Tirana pak më parë dhe në pikën e Morinës ishte një lum I tërë që vinte nga Shqipëria. Kështu që gëzimi është shumë I madh. Do jetë sonte Edi Rama në stadium? Për këtë nuk kam informacion. Nuk kam e lumtur që marr pjesë në këtë ndeshje sot, ndeshje shekulli do ta quaja që Kosova ne kemi ëndër të gjithë Kosova, Shqipëria që Kosova të kualifikohet. Si ambasador, kjo ndeshje tani Shqipëria nuk arriti do të kualifikohet, por si ambasador I Shqipërisë në Kosovë, ju lutem, ne tetovarët kemi mbetur gjë jashtë? Në asnjë mënyrë, Shqiptaria gjithandej gëzon sot për Kosovën, gëzon për Shqipërinë, gëzojnë për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, për të gjithë. Ne jemi bashkë dhe do të jemi bashkë gjithmonë. Dhe mendoni që kjo natë vërtet do të nisë me fest jashtëzakonshme si në Prishtinë, si në Tetovë, si në Tiranë? Kjo është një ëndër dhe gjithë shqiptarëve, kështu që unë që parë kam ardhur nga Tirana pak më parë dhe në pikën e Morinës ishte një lum I tërë që vinte nga Shqipëria, kështu që gëzimi është shumë I madh. Do jetë sonte Edi Rama në stadium? Për këtë nuk kam informacion. Nuk jam I sigurt që ai e di që unë do jem sot në stadium. Ne sigurisht do festoni me këto çuna dardhan të jashtëzakonshme. Festojmë bashkë, të gjithë bashkë. Gjë e mrekullueshme. Nga Prishtina për gjithë shqiptarët, të lutem një koment të shkurt. I lumtur që jam në këtë natë të sotme këtu në Prishtinë për të ndjekur këtë, për të realizuar ëndrrën tonë, ëndrrën të gjithë shqiptarëve që Kosova të jetë në botëror. Shumë faleminderit nga Radio Tetova. Përshëndetje dhe urime.